Nazim Blaca tashmë edhe pse i lirë vazhdon të mos lëvizë shumë jashtë shtëpisë së tij. Para shtëpisë qëndrojnë 2 patrulla të policisë Auleksit dhe ky misione ka këshilluar që të mos lëvizë shumë, megjithse i ka ofruar mbrojtje të afër e gjithashtu i ka thënë që të mos bëj shumë dalje në media e në publik. KTV-ja merr vesh se aktakuza për krim të organizuar e lidhur me rastin Blaca nuk do të ndodhë para përfundimit të zgjedhjeve. Ka 2 ditë që ecën lirshëm, megjithatë vetëm brenda mureve të oborrit të tij. Qëndrimi i të vetë shpallurit agenti shikut për një vit brenda kësaj shtëpie e ka bërë madje dhe të shtoj pesh, krahasuar me pamjen e tij para një viti. Janë afër 10 kamera të vendosura në çdo cep të oborrit të shtëpisë së Nazim Bllacës, të cilat monitorojnë çdo lëvizje. Euleksi ka liruar nga arresti shtëpiak Nazim Bllacën. Megjithatë, policia e këtij misioni vazhdon të ruajë shtëpinë e tij. E gjithashtu Euleksi ka ofruar mbrojtje të afërt Nazim Bllacës dhe ka këshilluar që të mos flasë me media, duke marrë parasysh që ai vazhdon të jetë dëshmitar bashkëpunues në një rast tjetër për krime të luftës. KTV-ja ka mësuar se megjithatë Euleksi nuk do të ngrej asnjë akt akuz në lidhje me rastin Blaca në kohën e fushatës dhe zgjedhjeve. Gjithçka rreth kësaj akt akuze për krim të organizuar, ku janë të përfshirë edhe njerëz pjesë së skemës së tashme politike, do të bëhet e ditur pas datës 12 dhjetor.